Pas një daljeje as pak normale dhe me shumë bujë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Joz Marku u vendos në qendër të vëmendjes, ku mori më shumë peshë teksti i tij në këngën e fundit, ku deklaronte se Joz Marku ishte kryefjala, por kësaj radhe ishte kryefjala për keq. Kurioziteti i fansave është mjaft i madh se ku ndodhet këngëtari, por së fundmi, producenti i Piranjave ka publikuar një foto me Jozin, ku duken se ata ndodhen në studion e Piranjave. Kjo foto ngjalli shumë kuriozitet dhe ka ngritur shumë pyetje se pse ndodhet Jozi tek zyra e Piranjave. Mos ndoshta Jozi do të bëjë një denoncim apo rrëfej përpas skenaj që shumë njerëz nuk e dinë, po kjo na mbetet vetëm të presim në ditët në vazhdim. Në foton e publikuar, ai duket mjaft i qeshur, ku në një farë mënyre, me sa duket e ka lënë pas çdo gjë që ndodhi brenda shtëpisë së famshme. Nga ana tjetër, fansat e Gjestit janë mjaft të acaruar me daljet e tij publike dhe në çdo moment hapin fanpage kundra Jozit. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.